Adhurues të basketbollit në Art Motion, adresën numër 1 të sportit në Shqiptari, prej kudo qeni duke na shikun këtë çasti, Kosovë, Shqipëri, trojtona etnike Evropa apo Amerikë. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në ndeshjen e tretë të serisë gjysmëfinale, Bora Bashkimi, direkt nga palestra Sezai Suroi. Bashkimi Bora, rezultati aktual 1-1 në seri. Këtë seri super të ngushtë, të fort, dramatike dhe fantastike basketbolistike, andaj edhe sonte në gjysmëfinale e tretë pritet të jetë shumë e nxehtë dhe me ju sonte jam unë asistuesi i juaj Agon Femio. Bashkimi Bora, thash kjo seri fenomenale, është e barabartë, 1-1 seri, të mërkurën e kalume në po këtë palestër. Bashkimi e riktheu minusin prej 12 pikëve në 8 minutat e fundit dhe fitoi në sekondat e fundit me rezultat të ngushtë 73-70, kurse Bora në Prishtinë me gjuajtjen e lirë në sekondën e fundit fitoi me rezultat maksimalisht minimal 76-75. Me të vërtet një gjysmëfinale super e nxehtë, dramatike dhe fantastike, e si mund të jetë sonte, pra nëse bazomi në statistikat e arritura, strategjitë e përdorura nga Jovovici dhe Kashqellani në 2 ndeshjet e fundit, po mundona me unë zbërthy në aspekt taktik dhe analitik lojën e treguar dhe çka potencialisht mund të pritet sonte. Pra nëse i krahasojmë të dhëna statistikore, ku sa i përket pikëve, Bashkimi ka 74, Bora 73. Në kërcime, Bora është më e mirë, 32,5 me 31,5. Në asistime, prin Bashkimi me 14 asistime për ndeshje, 12 presje 5 Bora. Në topa të vjedhur, Bashkimi është më i mirë, 7 presje 5 topa të vjedhur përkundër vetëm 5 të Borës. Në humbjet të topave, gjë element të cilin dukshëm e ka përmirësu Bora, pra Bashkimi ka 14 topa të humbur për ndeshje, ndërsa Bora 10 presje 5. Sa i përket efikasitetit për 2 pikë, Bashkimi është dukshëm më i mirë. Aty, pra, ka një efikasitet prej 55 presje 3% dhe Bora vetëm 36%. Për 3 pikë, natyrisht aty Bora e ka element kryesor dhe me 39%, ka 5% më tepër të efikasitetit, është më e mirë se sa Bashkimi, dhe në gjuajtje të lira, Bashkimi qëllon në 77% të rasteve, Bora 66%. Pra, ju përmenda këto statistika, duke u bazu në këto të arriturat të ekipeve në 2 ndeshjet e para, kjo na tregon se Bashkimi ka dominu në brendit të trapezit, pra gjitha këto që i them, na tregojnë se Bashkimi ka dominu në brendit të trapezit, ka preferu loj ma fizike dhe ka kontrolu lojën atër kur është zhvillu përballja e afërt, pra trup për trupi, duke krijuar avantazh të madh dhe efikasitet për 2 pikë, thash 55 me 36. Nëse përkthejmë në shifra, është një dallim shumë i madh sepse Bashkimi ka realizuar 35 2 piksha apo 70 nga 140 pikët në total në këto 2 ndeshje, për dallim prej vetëm 23 dysheve të Borës apo 46 pikë. Bashkimi ka vjedhur më shumë topa si rezultat i agresivitetit më të madh në mbrojtje, dhe kjo ka mundësu kundërsulme të shpejta dhe pikë të lehta. Me fjalë të tjera, kur Bashkimi e kontrollon ritmin e lojës, duke u vendosur në lojë pozicionale, e lëshon topin në brendis, sidomos në postin e ulët, pra si thonë low post, atëre i fiton përballjet me Borën. Bora, nga ana tjetër, është përgjigjur me mjeshtri, duke imponuar ritmin e shpejtë të lojës, si rezultat i cilës kanë kontrolluar hapësirën, dhe duke zgjeru lojën, kanë kriju pozitat të lehta dhe të lira për treshe prej nga lojtarët e Borës, kanë qenë shumë efikas si Bashkimi, duke shënu mesatarisht nga 12 treshe në një ndeshje, apo 24 3 piksha në total, që i bjen 72 pikë për dallim prej Bashkimit, i cili ka realizuar 8 presje 5 treshe në ndeshje, apo në total 17 3 piksha në të dyja ndeshjet, edhe kjo është po ashtu një dallim i madh pasi kanë realizuar vetëm 51 pikë. Pra, elementet dominuese të Borës ishin efikasiteti për treshe, gjithashtu ajo që kemi vrejtur është përmirësimi dukshëm në elementin që ka qenë pikë e dopt e Borës, pra topat e humbur, duke kontrollu këtë element, pas 16 topave të humbur në ndeshjen e parë, që i ka kushtu me humbje, duke lejuar kundërsulme të shpejta dhe pikë të lehta, në ndeshjen e dytë
Bora i humbi vetëm 8 pikë, po ashtu ka qenë pak më mirë edhe në kërcime. Me fjalë të tjera, Bora fiton kur e imponon lojën e hapur dhe me ritëm të shpejt, duke mos leju vendosjen e Bashkimit në mbrojtje dhe e thyen me pasime të shpejta duke krijuar pozita të lira për treshe, prej nga me të vërtet janë shumë më efikas se portokallin. Çfarë atmosfere, dal nga dal, pra po mbushet edhe palestra natyrisht për shkak të kontrollit i cili është në hyrje, palestra ende nuk është të mbushur. Dal nga dal, Sezai Suroj do të stërmbushet se sonte pritet që të jetë full plot. Pra, kur i përmbledhim gjitha këto elemente që i tham për me thjeshtu, Bashkimi dominon kur aplikon mbrojtje agresive dhe detyron Borën të bën gallëdhime, duke shfrytzuar kundërsulmet e shpejta për pikë lehta, dhe kur dominon në zonë duke fut topin brenda ku lojtarët e Bashkimit janë fizikisht më të fuqishëm dhe të shkath në lojë, afër koshit duke shënuar për 2 pikë në brendin. Nga ana tjetër, Bora dominon kur e kontrollon kërcimin në kosha, imponon ritmin e shpejt lojës duke qarkulluar topin më shpejt, dhe kriju hapësira në mbrojtjen e Bashkimit duke kriju pozita të lira për treshe, nga snajperistat e Borës janë shumë efikas. Pra, Bashkimi fiton me lojë fizike, kurse Bora fiton me lojë me ritëm të shpejt dhe gjuajtje nga distanca. Sonte Bora paraqitet me kapitenin Amin Hot, Tyler Cheese, Ranukaj, Rezard Mehmeti, Yll Plana, Genze Qiri, Alexander Carlton Bragg Jr., Shaquan Jules, Jordan Dingle, Alim Leboci dhe Jetmir Zeshiri, kryetrajner Zoran Karshellani me ndihmësit Lori Klokoqin dhe Laverion Ibrahimin. Po e shohim i lënduar është Olsi Kurtaj atje me fanel të bardhë. Bashkimi sonte paraqitet me kapitenin Valon Bunjakun, me numër 1 Kenny Wooten, Tyfis Jashari, me numër 5 Kian Anderson, numër 7 Shannon Shorter, me numër 10 Besim Bityshi, me numër 13 Veton Gjeqaj, i biri i legjendës Bledar Gjeqajt, me numër 15 Jalen Riley, me numër 20 Daquan Lake, me numër 22 Meriton Ismaili, 23 Muhamed Ali Anjeva dhe 27 Lejson Zeqiri. Kryetrajneri i skuadrës Igor Jovovici, me ndihmësit e tij Bledar Gjeqajn dhe Elbesar Gështenjën. Atje po e shohim edhe Ike Nwamun, i cili është ende pjesë e skuadrës së Bashkimit dhe tani të ngritemi në këmbë për intonimin e hymnit të Kosovës. Çdo gjë e gatshme për duelin e sotëm, përshëndetja e trajnerëve, po i shohim edhe përbërjet e ekipeve. Sikur si isha duke thënë, duke marrë parasysh rrjedhën e 2 ndeshjeve të para, strategji, statistika dhe duke njohur filozofinë e trajnerëve Jović e Karshellani, po japin edhe një pasqyrë të asaj se çfarë duhet të bëjnë skuadrat për të fituar sonte. Pra, Bashkimi për ta fituar ndeshjen dhe ruajt avantazhin e fushës vendase në këtë seri gjysmë finale, duhet të ndalë treshet e Borës duke bërë presion me dalje agresive ndaj shuterave, me sa më pak ndrime të rija dhe treshja e referve Zafer Yilmazi dhe Ali Shakajë nga Turqia, së bashku me Amar Gjekovicin, përndryshe Zafer Yilmazi, 50 vjeçari, është refer i FIBA-s që nga viti 2000, refer i cili ka referuar vazhdimisht në FIBA Basketball
Champions League dhe FIBA Euro Cup, ka referuar në Eurobasket dhe kampionate botërore, një prej referve më të respektuar në Turqi, Zafer Yılmazi, me ndihmësin e tij Ali Shakaxhin, të cilin po ashtu e njohim nga edicionet e kaluara, gjithashtu edhe Ali Shakaxhi është një prej referve më me emër në Federatën e Basketbollit Turk, sonte të ndihmuar nga Amar Gjekovici. Sikur se thash, trajneri Jovic, të cilin po e shihni në ekranet e juaja, nëse dëshiron fitore sonte, duhet të ndalë treshit e Borës, që të bën presion me dalje agresive ndaj shuterave të Borës, me sa më pak ndrimet lojtare në mbrojtje, me switch, dhe sa më shumë luftim në bloka, duke detyruar shuterat e Borës që të gjuajnë nga gjysmë distanca, sepse nga aty ata kanë efikasitet të dobët. Nga ana tjetër, Bora e udhëhequr nga Kashqellani për ta fituar ndeshjen, duhet ta hap fushën maksimalisht, të zeroj lojën duke përdorur formacione ku Alo Qendra dhe Qendra do dalin jashtë, duke qarkulluar topin shpejt për t'i mos dhënë mundësi të vendosjes me kohë mbrojtësve të Bashkimit dhe për të krijuar atë ekstra lojtarin e lirë që gjuan për treshe. Po ashtu, Jovovici, nëse don fitore, duhet të sulmoj konstant në brendi të zonës, duke përdorat pick and rollin e tij karakteristik, pas të cilit i krijon situatat e lehta për shënim nën kosh, pra kur e lëshon topin në postin e ulët, dhe lojtarët shtatë Bashkimit, Alo Qendra ose Qendra, janë definitivisht shumë dominues në lojë me shpinë, me pivot. Gjithashtu, janë kundër sulmet e shpejta në tranzicion, të cilat kur nuk konkretizohen me shpejtësi, atëre pa u vendosur mbrojtja e Borës, topi po lëshohet në brendi. Gjithashtu, sonte Jovovici, nëse dëshiron fitore, duhet të ngris presionin në mbrojtje, duke i dyfishu dhe futur në kurth lojtarët me top, pra organizatorët e Borës, dhe detyruar që të bëjnë pasime të ngutshme, duke detyruar që të ndalen me top pas driblimit, gjë e cila po ndikon në pasime të gabueshme, dhe gjithashtu duhet në mbrojtje të bënë sulm ndaj lojtarëve të cilët kanë aftësi të limituar driblimi dhe cilët nuk po kanë aftësi që të krijojnë ato situata për depërtime dhe për ta kthyer topin jashtë, me çka detyron në gabime. Pra ajo që duhet të bëjmë me një fjalë është që ta shtoj presionin në mbrojtje, duke detyruar në gabim lojtarët e Borës. Fantastike në Sezai Suroj. Bukur në Sezai Suroj, e në anën tjetër, pra Bora për ta fituar ndeshjen, përveç që thash të hap fushën maksimalisht për të kryer atë ekstra lojtarin që juan për treshe, duhet të krejë situata të ndrimeve të gabueshme, apo mismatch, po e shohim Wooten, Anderson, Bunjaku, Shorter dhe Zeshiri, që startuese e Bashkimit. E në anën tjetër, për Borën do të startojnë Hunter, Jules, Dingle, Hot dhe natyrisht vllau tjetër Zeshiri Jetmiri, për herë të 7 si vjetë, Zeshiri për ball Zeshirit, pra klubi më i vjetër në histori të basketbollit kosovar. Bashkimi 81 vjetë dhe 4 vjetë të ekzistimit të Borës, klubi më i ri në elitën e basketbollit tonë në Pro Credit Super League, i cili sonte përmes trajnerit Kashqellan do të tenton të krijojë situata të ndrimeve të gabueshme nëse don fitore, pra një mismatch, duke sulmu, e sigurisht Kashqellani sonte do të përdor pick and popin, që për Borën është armë perfekte, sepse i nxjerr shtatlartët e Bashkimit jashtë zonës, duke kryer hapësirë për depërtime, krijon situata të tjera për gjuajtje për treshe. E kjo edhe është shpjegimi pse Bora ka përqindje më të mirë në 3 piksha për Bashkimin. Ky është problem në mbrojtje, sepse kur Alo Qendrat ose Qendrat po qëndrojnë brenda, atëherë kemi situatë për gjuajtje të papenguar, e kjo ku ndodh, të ndëgjojnë edhe filmin e flamurit.
Çdo gjë e gatshme. Pra me përmbledh. Nëse Bora do fitore, e hap fushën maksimalisht, krijon me pikën popat, mismatchin dhe hapësinë për treshe, gjë e cila është telashe për mbrojtjen e Bashkimit dhe natyrisht duhet të ullë numrin e topave të humbur 90, duke kontrollu maksimalisht posedimin e topit dhe të shmon gabimet, duke dhënë Bashkimit mundësi për kundërshulme të shpejta dhe pikë të lehta. Çdo gjë e gatshme për fillimin e duelit. Jetmiri dhe Lejsoni, dy vëllezër Zeqiri, njëri përball tjetrit. Çdo gjë e gatshme për duelin e parë, ndeshja e parë para një jave këtu, 73-70, dueli i kaluar në Prishtinë të shtunën 76 me 75. Shakman Jules dhe Kenny Wooten për top. Wooten luan i fundit me top dhe do të jetë sulmi i parë për Borën. Po shohim me 3 lojtar të shkurtër. Përsëri theksin e vendos trajneri Kashqellan në lojë të shpejt, me ritëm të shpejt, dhe tentime për 3 pikë, të shofim me atë pikën popin, kur tërhiqen për treshe, Aleksandr deporton në brendi, tenton për 2 pikë dhe sonte, Bora e fillon ndeshjen me 2 pikëshin e Hunterit, pikët e para të lojtarit të tretë më efikas në skuadër Alex Hunterit. Lejson Zeqiri me fade away, tentimi i parit i pa suksesshëm. Jules për Amin Hotin, Jules me blok për Jetmirin dhe shkon për Dinglin, i cili në ndeshjen e parë ishte fenomenal këtu. Jetmir, ja të rana atje, Vuteni, tenton Dingle me përmirësu, nuk arrin shorter, kundër sulmi i shpejt dhe këtojën. Opa, në sulm, ka Valon Bunjaku. Kapiteni ishte i pavëmendshëm Valoni atje. Vendosje e mirë, edhe njëherë, futën so lartë Kërceu dhe Jetmirit ja të roj. Këte banane ja se roj me të vërtet, i jashtëzakonshëm Kenny Wooten. Amin Hoti, vazhdon sulmi i Borës në kërkim për 3 pikësh, mbrojtje fenomenale. Dingle i krijon vetës hapësirë dhe vjen edhe treshja e pare Jordan Dinglit. Thash, javën e kaluar, pas atij rezultatit të barabartë prej 50 me 50, më falni, shkoi një seri fantastike. E u dhe heq, opa, lëvizje mashtruese shorteri, tenton, por nuk realizon. Dingle kishte realizuar 3 treshe, aresht në fund të qerekut të 3 dhe 1 në fillim të 4-tit, 12 pikë eksprese me 4 treshe, aresht, dhe tani vjen edhe treshja e 2 tresht e Amin Hotit, i cili në këto 2 ndeshjet e fundit me të vërtet po luan shumë i motivuar. Amin Hoti për ndryshe është duke luftuar me një situatë personale, familjare. Me të vërtet këto ndeshje të mira ja dedikon babait të tij. Sonte një start tepër i shpejt në këto 2 minutat e para nga Bora, e cila dominoi në kërcime, në asistime, në 3 piksha, bombardoi. Vetëm 2 tentime nga loja të Bashkimit, një treshe dhe një dyshe, asnjëra nuk e gjeti Cakun. Ka mbyll mirë trapezin lojtarët e Borës. Një seri prej 8-0. Në 1 minutë e 58 sekondat e para. Një start shumë i shpejt për 2 minuta 8 pikë.
të Borës është diçka e palejueshme dhe Jovovici me një herë reagoi duke kërkuar time out. Të shohim Kian Anderson inkuadrohet në lojë, edhe pse i lënduar Kian Andersoni detyrohet që të inkuadrohet në lojë që në start është duke e ruajtur për atje. Kërkon nga Amin Hoti, pressing me kohë atje trajneri Zoran Karshelani. Me vërtet Karshelani ka bërë një mrekulli me skuadrën e Borës duke ndërtuar një filozofi, strategji, ka punuar me 3. Për këtë do t'ju flas pak më vonë. Kian Anderson, sa bukur atje, e mashtroi, por Lejsoni nuk e kuptoi pick and roll, vonohet Kian Andersoni, krijon vetës hapësi nga ana, tenton, nuk realizon. Gjus më i larti në kërcim, tentoi mi avjo topin atje Lejsoni, por nuk arriti. Dingle, Shannon Shorter me mbrojtje të mirë, e mbyll korridorin e deportimit, vendoset me një herë atje me Icepack, një fundor bën pressing. Amin Hoti me tentim, edhe treshën e 2-3 të tij, të tretën të Borës për 11-0. Seri në start. Shannon Shorter me deportimin e tij pas gati 3 minutave loj, pikët e para ndalet në mënyrë të palejuar. Shannon Shorter, arma kryesore e Bashkimit. Edhe një herë treshja fantastike e Amin Hotit, dhe në anën tjetër deportimi i Shannon Shorterit nuk e mbyllën me kohë. Njeriu më të merituar për fitoren në ndeshjen e parë realizoi javën e kaluar, mërkurën e kaluar, 28 pikë, për i tyre 4 treshe. Sonte me këto 3 pikët e tij të para pas 3 minutave loj, Bashkimi afron rezultatin në 3-11. Patje përsi 2 shifrore që në start. Uffa, qfar Shorteri, qyshe vjedh topin, meriton Ismani për Lejson Zeqirin, depërton edhe pikën e 5 e realizon. 3 minuta Heshton, edhe tani për 20 sekonda 5 pikë lojtarët e Bashkimin, nga -11 e afrojnë në 6. Amin Hot organizon sulmin, meriton Ismani pranë tij, ja vjedh topin meritoni. Ik në kundër sulm, Shorter depërton dhe realizon çfarë super serie për 40 sekonda. 7-0. Bashkimi, 3 minuta agjërim nuk shënuan sen, dhe për 40 sekonda seri prej 7-0. Çfarë gjysmë finale trend mes Bashkimit e Borës. Ranukaj tenton, nuk realizon. Hoti e kapa top mirë, po nuk arrin ta shpëton. Tre minuta loj, një seri prej 11-0 e Borës në qka me 3 treshe rësht, në qka u përgjesh në mënyrë fantastike Bashkimi, duke i vjedhur 2 topa, duke detyruar Borën që t'i humbë 3 topa. Një seri e cila megjithatë nuk vazhdoj me treshën e Lejsonit që do të ishin 10 pikë për 1 minutë e gjysmë gati. Dingle vjen me 3 pikshin e tij për 7-14. Treshja e 4 e Borës nga 6 tentime. Me armën kryesore të tij me atë pick and popin, po e hap lojën Karshelani dhe po bombardon për treshën. Në anën tjetër Bashkimi me mbrojtje agresive dhe në brendi po tenton të përgjigjet fauli Dinglit. Është ky fauli i dyti Jordan Dinglit për 1 minutë. I pak knaqur Jordan Dingle, Arez Mehmedi. Lejsoni atë me Ranukaj luftojnë, Arezi me Meritonin ishtë brash lojtarët e Prishtina. Faul është ky i Ranukajt.
e ndalë me duar poshtë, tregon referi Ali Shakaxhiu. Je vrejtja atje Lejsonit dhe Ronit që të mos shtyhën. Ali Shakaxhiu nuk po bon shaka fare, Shorteri e shpëton. Sa bukur atje. Faul është ky Rez Mehmetit, patëm atje një mismatch. Për mrekulli funksionoi ajo vertikalja bloku, të cilën ja bën Dequan Lake-u dhe i cili ulshuan nën kosh. Zakonisht është i sakt nga vija gjuajtjeve të lira Dequan Lake. Sonte, në tentimin e tij të parë, nuk qëllon, është kjo gjuajtja e parë e tij. Shorteri parës qëllon një. Herën e dytë realizon dhe rezultatin 8-14 e afron pika e parë e Lake-ut. Pressing i bashkimit, zakonisht trajner Jovovic ose po e bën atë pressingun zonal në tërë fushën 1-2-2 ose pressing njeri në njeri në tërë fushën. Po detyron presion në lojtarin me top Kian Anderson dhe Alex Hunter nga pozita të vështira, po i detyron të gjuajnë dhe tani e ka shtrëngu mbrojtjen. Ka plotësuar Bora bonusin, Lejson Zeqiri me Ronukajn. Sa bukur Lejsoni për Dequan Lake-un. I haruar Lake. Çfarë rollingu, çfarë pivoti Lejsonit dhe asistimi i tij për 10-14. Vazhdimisht tash 6 minuta loj, Bora ka avantazh, më e larta ishte ajo për 11 pikëve, 0-11 tentim për treshe e Qizit. Kian Anderson situat 3-3, shkon shpejt e Lejsoni. Dorëzimi i topit për Kian Andersonin dhe porton deri në fund. Fauli Shequan Jullsit. Parte lashe Bragg Jr. I kuadrot në lojmen të Shequan Jullsit dhe Amin Hot në vend të Alex Hunterit. Një start fenomenal i Hunterit. Megjithatë Jordan Dingle me ato 2 treshet e tij përsëri është lojtari kryesor në ndeshjen e parë. Dingle pati 4 treshe nga 5 tentime. Mirë po në ndeshjen e dytë dështoi për treshe, luajti me vetëm 4 pikë. Gjitha nga vija gjuajtjeve të lira 4-0 ishte për treshe, megjithatë ai i cili shpërtheu në duelin e dytë ishte Tyler Cheese me 19 pikë. Hunteri ishte fenomenal me 18 dhe sidomos Amin Hoti, kapiteni i cili ishte njeriu i ndeshjes, heroi i atij dueli dhe fitores. E ka topin, u rikthye në loj, pick and roll atje me Braggun, nuk gjuan me te Cheese. Riley është pranë tij, ja pa mundson tentimin për 2 pikë. Bragg Jr. për Rezin e nxjerr topin, edhe një kërcim në sulm, shkon në Bragg për blok atje. I krën hapësin Amin Hotit. Ronukaj, tentimi Ronit për treshe, Gjuan nuk realizon, po edhe një kërcim në sulm. Rez Mehmeti me treshe, edhe ai tenton, nuk realizon dhe Lake për Andersonin kundër sulmi shpejt. Rez Mehmeti lufton atje, e shpëton topin Riley. E vendos lojën bashkimi. Kian Anderson për treshe, tenton, nuk realizon. Lake lufton i fundit me top luan Rezat Mehmeti. Tre minuta loj deri në fund, 3 pike përsi për Borën. Për pak sa nuk e barazoi atje Jalen Riley në tentimin e tij të parë për 3 pikë. Amin Hote shet korridorin. Cheese me treshe kësa radhe nuk ka 3 pikësh për Tyler Cheesin. Kian Anderson me hap prapa, nuk realizon.
Meriton Ismailit. Në vend të shohim Kian Anderson. Kian Anderson dhe Lejson Zeqiri largohen në lojë Shorter dhe Muhamed Ali Janjeva. Janjeva ishte i shkëlqyrshëm në ndeshjen në Prishtinë. Realizoi 10 pikë. Sa Amin Hoti tash ishte njeri i ndeshjes së dytë dhe më meritori heroi duelit. Për mrekullia atje fantastik është tandemi Jules dhe Ukaj. Jules asiston, Ukaj për mrekullin nga vija fundore depërton. Dalet në mënyrë të palejuar, do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë. 11 me 16. Aroni, nga vija gjuajtjeve të lira, ka të lashe me ekzekutim, ka vetëm 53% të efikasitetit në këte kampionat. Sonte realizon 3 pikë të ti nga ky aksion për të rikthyer plus 6. Edhe 2 sekonda deri në fund çereku të parë. Jemi në gjysmë finalin e 3 të play-offit. Bashkimi Bora 1-1 në seri. Lake për mrekulli me horog. Dominon me 7 lartësi ndaj Shaquan Julesit dhe afron rezultatin për sëri në 4. Hunter për Tyler Cheesin, shorteri, çfarë mbrojtje luan ndaj Tyler Cheesit, i vjen në ndihmë Julesi. Lake e tregon vetën dhe kthehet në mbrojtje. Fenomenal në mbrojtje është Dequan Lake. Lake dhe Jules. Bi Lake-un, këtu spati Lake, çka me bo, i kreu krejt. Mirë po, ajo bombe Shaquan Julesit shkoj di e të vendi. 13-19. Lake dhe Jules për sëri, lufton, e blokon Jules atje. I vjen dëndim Cheesit, Jules, pick and roll, sa bukur! Çfarë asistimi për herë të dytë Jules. Prapa kokës atje, hoppala, dhe Ronuka e ngulit për mrekulli. Për 13-21. Të gjitha 5 pikët e Ronukajt vinë nga shërbimet e fantastikut Shaquan Jules. Sonte alo qendra e Borës i disponuar për asistime. Dhe tani po përgjigjet Karshelani me mbrojtjen pressing zonal në tërë fushën me armën e Jovovicit. Riley blokohet atje. Mirë po me tabele, gjen rrugën deri te koshi për 15-21. Sekondat e fundit të çerekut të parë, në të cilin po dominojnë nga sekundi i parë lojtarët Mysaf. O, sa mirë, sa bukur! Çfarë lëvizje bukur mashtruese dhe deportimi deri në fund i Alex Hunterit. Pika e tij e 4. Shorter, faul është ky ndaj Shorterit. Faul ishte poshtë. Ronukaj u vonua që të ndalë Shorterin me përvojën e tij fantastik. I iku atje Ronit, shikoni. Lëvizje, lëvizja mashtruese që në basket, në slang të basketit i themi volani, e uziti atje pak Ronin dhe iku kaloi kahvia fundore. Natyrisht Shannon Shorter, kampioni i Meksikos me Fuerza Regia Monterrey, si bashkëlojtari Scott Bamfortit, erdhi në Kosovë, ku po tenton të fiton edhe titullin e dytë brenda një viti. I sakt në tentimin e tij të parë, 16-23. Arma kryesore e bashkimit. Dhe pika e tij është, opa! A do të jenë 2 pikë?
Atje Alisha Kaxhë me shorterin, po diskutojnë se ishin 2 apo 1. Ja shpjegon Alisha Kaxhë që është në pyetje 1 pikë, sekondat e fundit. Tyler Qiz depërton nga koshi në kosh Ronukaj. Me treshe tenton, nuk realizon. Edhe Qereku i parë me rezultatin 17-23 përfundon. Çfarë Qereku i parë atomik i Borës, edhe taktika dukshëm e ka befasu me të vërtet me atë start fenomenal. Shkojmë me marketing e më pas kthehemi në Seza i Suroj. Hej! Bre, ullë t'i kësha pas pare. Po, mëre, me për kredit më nësh mi pas për 3 minuta. Ama telefonin? Qeku i ki 10.000 euro. Kredi jo e shpejt, po te për e shpejt. Bashku hiq në bank, komplet online. Kredi deri në 10.000 euro. Pare dalin sekund. Banka ProCredit, sa ma shpejt për ty. Siguroje jetën në Illyria Life. Ja, i shohim edhe statistikat e Qerekut të parë, dominimi Borës në kërcime, 11-7 edhe në asistime. Bashkimi ka tentuar që me ato 2 topat të vjedhur, 4 pikët e realizuara nga kundër sulmi që të kundër përgjigjet. Mirë po, përsëri janë treshet, po i shihni edhe ju vetë, 4 tentime të Bashkimit, asnjë treshe nuk e ka gjetë Caku. Në anën tjetër, 4 treshe të Borës nga 11 tentime. Nga të falë dhe kërcimeve në sulm, me të vërtet Bora përsëri po dominon në kërcime në sulm. 3-1, 4-1. Në anën tjetër, 8 kërcime në mbrojtje, 6 Bashkimit. Ka imponuar stilin e lojës ti trajneri Zoran Karshellani me kërcime, dominim në kërcime, organizimin e sulmeve të shpejta duke e qarkullu topin shpejt, sidomos me atë lojën e ti pick and pop duke dalë lojtarët fundor dhe shuterat në pozita për të gjuajtur, prej nga kanë qelluar 4 treshet, deri tash Bashkimi asnjë 3 pikësh. Riley, sa bukur, Kenny Wooten atje në asistim të Rileyt. E fillon Qerekun e dytë me këte 2 pikë, pikët e para të Kenny Wootenit. Luajti 5 minuta lojë dhe pati vetëm një blokad në 5 minutat e para të ndeshjes. Asnjë kontribut tjetër Rez Mehmeti për Jetmirin atje. Depërton lëvizje shpejt Rez Mehmeti deri në fund për mrekulli në sekundën e fundit. Punon dhe në fund Rez Mehmeti realizon 19-25 në sekundën e fundit të sulmit. Pikët e para të tij, shorteri e sheh Janjevën. Janjeva e kthen jashtë për Riley. U duk se ky top do të shkon deri në fund, por jo. Mbetët 5-0 për treshe, faulli Rezit ndaj Valon Bunjakut. Edhe njëherë, ai driblingu i kryzuar fenomenal i Valonit. Duket që është i ngadalshëm, por është tepër i shpejt në sekundën e fundit kur e bën atë. E lën kundërshtarin 1 metër e gjys larg vetës. Janjeva e shfrytëzon bllokun e Wootenit. Bunjaku. Wooten me blok, pick and roll, Valoni depërton deri në fund. Lojtari me numër 13, Shequan Jules. Thot atje Zoran Karshellani ankohet për këte faul të Shequan Julesit, mendon se është blokad, por Alisha Kaxhë ishte afër aty dhe i tha unë isha afër dhe e pash. 20-25,
Edhe herën e dytë është i sakt. Kapiteni 2 pikët e para të balonit nga loja. Një kësim për shtyre 2 pikëve. Hunter për Qizin, Jules. Çfarë mbrojtje agresive e Shorterit, atje fauli Alex Hunterit. Shumë shpejt 3 faullat Borës në mënyrë eksprese deri tash. 9 faullat skuadrës së Borës, e cila po luan në mënyrë agresive, dhe i kemi 4 lojtarë me nga 2 personale. Janë Jules, Dingle dhe Ukaj, po ashtu edhe Mehmedi. Si duket Amin Hot e ka lënduar këmbën. Si duket është lëndim serioz i Aminit, sepse nuk është djaloshi i cili ankohet. Kapiteni i cili ishte heroi i ndeshjes dytë, të cilën e fitoi me rezultat minimal Bora, pasi realizoi të gjitha 10 pikët e bashkimit të Borës në çerekun e tretë shpejt. Çfarë lëvizje bukure. Janjevës, lufta vazhdon, topi te Shorteri përfundon, Shorter depërton. Dhe rezultati në 23-25 e afron, vetëm 2 pikë. Çmendet atje Zoran Karshellani, kërkon mbrojtje më agresive, është i pakënaqur me kontributin e lojtarëve të tij në këto 2 minutat e para të çerekut të dytë. Adhurues basketbollit me të vërtet, nëse shikojmë taktikat e lojës së 2 trajnerëve, lojën dhe filozofinë e cilëve tashmë po e njohim goxha mirë. Janë ndër trajnerët e pak që janë pothuaj nga fillimi i edicioni me skuadrat e tyre, përveç Adis Beqiragishit, i cili tash e 3 stinor është e Trepça dhe ka vazhdu kontratën që qëndron në minatori për edhe një vit së paku. Ky është çelësi i suksesit dhe stabilitetit i skuadrës Mitrovica, se pas një ndryshim. Skuadrat 2 dhe 3 në Pro Credit Super League janë pikërisht Bashkimi dhe Bora. 2 skuadrat të cilat si vjet po ashtu kanë treguar konsistencë dhe vazhdimsi, duke i u besuar trajnerëve të vetë. Bashkimi ka besuar Igor Jovovicit, edhe pas atyre krizave të mëdha, ndërsa Bora ka bërë mrekulli me Karshellanin, i cili erdhi në momentin kur Bora i kishte 6 humbje pas një fitore. Kërkojnë atje 5 sekonda në rivënje, çfarë mbrojtje agresive e Bashkimit, personale e Muhamed Ali Janjevës. Ishte ky rasti kur u ndërshkua me personale, fauli i pari Bashkimit në këtë çerek. Deri tash 4 faula i ka sa bukur atje. Kenny Wooten e ndërpren këtë sulm, kundër sulmin shpejt. Riley për Shorterin, Shorter depërton dhe rezultatin e barazon. 25-25 pas 12 minutave e 25 sekundave loj, për herë të parë barazot rezultati.
një start më i shpejt i Bashkimit në këto 2 minuta e gjysmë të para, gati 2 minuta e 40 sekundat e parë. Një seri prej 8-2 e barazon rezultatin në 25-25. Shannon Shorter pa asnjë dyshim edhe sonte, sikur se të mërkurën e kaluar figur qendrore, 11 pikë të tij. Hunter tenton me treshen, nuk realizon. Rasti që Bashkimi për herë të parë të vjen e përsi sonte. Wotton dalet në mënyrë të palejuar nga Jetmir Zeqiri. Do t'i ketë 2 gjuajtje të lira Kenny Vuteni. Ka një efikasitet prej 70% nga vija gjuajtjeve të lira. Të shohim nëse do të arrin që të realizon dhe për herë të parë Bashkimin ta kalon e përsi, po 26-25 është kjo e përsia e pare Bashkimit sonte në këtë gjysmë finalit të tretë, pas gati 13 minutave loj. Mos harojmë atë serim fantastike me 3 tresher dhe 11-0, kur për 3 minutat e para arritje përsin maksimale Bora. Herën e dytë nuk realizon, lufta vazhdon, Lejson Zeqiri kërcen mirë, po vllau i tij Jetmiri e blokon. Aksioni vazhdon, Tyler Cheese për Rez Mehmedin. Hunter është i vetmuar atje, e kërkon topin, a do t'ja kthen? Jo. Or përgjigjet atje Tyler Cheese me deportim në brendi dhe kosh faul, pikërisht nga Kenny Vuteni. 26-27 Tyler Cheese, i cili edhe sonte u ngrit nga banka rezerv, realizoi pikët e tij të para. 3-0 ishte nga loja deri tash Tyler Cheese. Në këto pikët e tij të para nga loja, ka dhe një gjuajtje të lirë. Ka një efikasitet të lartë nga prej 84% Majtaku, është shumë i sakt nga vija penaleve, realizon për të rikthyre përsin e Borës 26-28. Riley, Hunter është pranë tij, Kenny Wotton, bukur atje, pick and roll, ullet në post të ult, nuk ja pasojnë, e tani po, dhe sa lehtë, sa elegant, shkëputët dhe ashtu me lehtësi veç e lëshon topin çklup me një ngulitje. Eleganca në maksimum për barazimin e dytë të rezultatit, 28-28. Anën tjetër, vjen përsëri realizimi nga Rez Mehmeti. Tani po shkojnë skuadrat, kosh për kosh. Po kthehet kjo seri në atë fantastike dhe dramatike, sikur se në 2 ndeshjet e para. Wotton ka luajtur i fundit atje, mbrojtje mire Jordan Dingle, e patëm aty një mismatch, një situatë të ndrimit të gabueshëm, kur Dingle mbeti në Vutenin, por luftoj dhe detyroj që të gabon. Alex Hunter ullet për të pushu. Ranukaj në vend të tij, edhe Wotton largohet. Dequan Lake rikthehet në lojë. Dequan Lake së bashku me Kian Andersonin të vetmit të mbijetuar nga lojtarët e huaj. Alex Hunter nuk mund të futet në lojë pa kaluar loja, sepse njëherë Po, ka të drejt referi Zafir Yilmazi, sepse ishte në lojë, u ndrua, pa kalu një sekund lojë nuk mund të rikthehet në vend të Tyler Cheese-it, i cili aty nën Mols
është lënduar, futet Carlton Bragg. Sa për të kryer këtë sulm. Dhe futet dhe realizon. Për 28-32, time-out ka kërkuar Igor Jovovići. Bashkimi ka besuar Igor Jovovićit nga fillimi, pavarësisht krizave në rezultate pas atij starti fantastik, kur barazoi rekordin e klubit nga viti i kaluar për fillimin më të mirë pa humbje në historitë të klubit me 7 fitore pas një disfat në Pro Credit Super League. Po ashtu debutoi në mënyrë shkëlqyeshme në garat ndërkombëtare në FIBA Europe Cup me 4 fitore të mëdha ndaj anvillit të fuqishëm polak, kampionit të FIBA Europe Cup 2023. Deklasoi Cibonin legjendare këtu midis Prizrenit me 20 pikë. Pastaj triumfojnë ndaj njërës prej top 8 skuadrave italiane, Reggio Emilios, pikërisht me blokun e Decon Lake-ut në sekondën e fundit këtu, edhe në poshtë skuadrën e fuqishme franceze Dijonin midis Francës, ndërsa ndeshjen atë që e humbi këtu në Sezajsuroj nga francezët, nga Dijoni e humbi pas vazhdimeve, me të vërtet pas një starti të ëndrave të bashkimit, klubit me traditë 81 vjeçare dhe që është klubi më i vjetër në historitë basketbollit tonë, pasoi një krizë madhe dhe identike si në edicionin 24-25, kur pas pushimit të FIBA para kualifikimeve, edhe si vjet pati rënje të hatashme, vetëm 2 fitore ndaj 2 skuadrave që ishin në fund tabelës dhe psoi hiç më pak se 5 humbje, gjithsesi ato humbje erdhën si pasojë e largimit të Jan Palokajt në drejtim të Cibonës, pasi Jani ishte shtyllë e skuadrës dhe lojtari vendor kryesor, cilit Jovovići kishte ndërtu planin e lojës, por edhe lëndimet e një pasnjëshme të lojtare kryesor të huaj aso kohë, Kuzinsit, Bickerstaffit, edhe të Kjan Andersonit, po ashtu, për mrekulli atje, Decon Lake e hapsinën dhe vjen treshja e parë e Meritonit, tenton të përgjigjet Dingle, nuk arrin, Shannon Shorter e kap të top, pas 5 tentimeve, në të 6 vjen treshja e parë e bashkimit, për mrekullit, e përton në thelsi, edhe njëherë Decon Lake e krye punën, e bën blokun, mbrojtje fenomenale, luft për çdo top, çfarë karamboli, çfarë mbrojtje, Shorter e shpëton, 33-32, Riley! Kjo treshe nuk shkon deri në fund, e dueli i 2 zeshqirve përfundon me faullin e Lejsonit ndaj vllaut të madh Jetmirit. Çfarë karambole, çfarë lufte, çfarë betejë, çfarë gjysmë finale. Thot Lejsoni topin e breka. Lejsoni në këte faull, si do qoftë topin shkon për Borën. Hunter hapët Tyler Cheese, Shaquan Jules është kthyer në lojë. Në brendi, për mrekulli, faull nga Meriton Ismaili. Dy gjuajtje të lira, pasi është plotësuar bonusi, faulli ka qenë poshtë. Megjithatë ka plotësuar bonusin skuadra e bashkimit, gjithashtu sikur se dhe Bora do të jenë dy gjuajtje të lira për Julesin, 71% është i sakt nga gjuajtjet e lira në këtë kampionat. Shaquan Jules nga 137 gjuajtje të lira deri tash i ka realizu 97. Kjo është e 98-a, të shohim a do ta realizojë edhe të 99-ën. Po. 33-34. Një kuriozitet për juve adhurues të basketbollit, gjuajtja e arshme e lirë, e realizuar e Shaquan Julesit, lojtarit me numër 13 të Borës, do t'jetë gjuajtja e lirë e 100.
Gabime teknike të dyanshme për Tyler Cheesin dhe Dequan Lakeun. Nga referi Zafer Yilmazi për një duel të cilën e patën edhe pse këta dy ishin shumë cool njëri me tjetrin. Kian Anderson tenton dhe realizon rikthen e përsinë e Bashkimit kur ka mbetur edhe 4 minuta lojë në pjesën e parë. Çfarë gjysmë finale fantastike dhe dramatike nëse zajsëroi fauli e Lejsonit ndaj Shaquan Julesit, i cili do të jetë përsëri në vijën e gjuajtjeve të lira. E tash, nëse e realizon gjuajtjen e parë, do të jetë kjo gjuajtja e lirë e 100 e realizuar, pika 100 nga penalet e Shaquan Julesit në këto 33 ndeshje të cilat i luajti për Bora në këtë kampionat. Nga fillimi është pjesë e Borës Shaquan Jules. 99 me 139. Herën e parë nuk realizon. 99 me 140. A do të abon 100-shin. Dhe të barazoj rezultatin. Jules. Po. Pika e 100 Shaquan Julesit nga vija gjuajtjeve të lira në Pro Credit Super League, nga 141 tentime, 100 të shënuara. Barazim rezultati 35 me 35. Deporton atje, faul i Perezit. Do të jenë 2 gjuajtje të lira kësaj radhe. Jalen Riley. Ronukaj. Pri personalet të Ronit, largohet Roni në lojë, kthehet Jetmir Zeqiri, edhe Shaquan Jules do të largohet në vend të tij Jordan Dingle. Zëvendësimi dyfishti detyrueshëm. Herën e parë i pasakt Riley, shumë çudi sepse Riley ka një efikasitet prej 95% nga vija e gjuajtjeve të lira. Herën e dytë realizon Jalen Riley për 36 me 35. Cheese depërton Kian Anderson e ndalë në mënyrë të palejuar, e shtyu, po. Nuk ka nevojë atje Kian Andersoni që të befasot, e shtyu nga prapa, ja derisa ishte duke tentuar të gjuaj në kosh. Në pjesën e poshtme të shpinës, e shtiu me krah. 36 me 37. Riley largohet në lojë, rikthehet Shorter. Meriton Ismaili në vend të tij Valion Bunjaku. Nuk realizon, betët 36 me 37. Edhe 3 minuta e 18 sekonda deri në fund të pjesës së parë. Në ndeshjes së 3 gjysmëfinalet play-offit Bashkimi Bora, 1-1 seri. Kian Andersoni për Shorterin, depërton deri në fund. Për mrekullim mbi Cheesin realizon dhe rezultatin përsëri e rikthen në favor të Bashkimit. Cheese tenton me treshe, nuk përgjigjet Shorteri më i larti në kërcim. E tani me inkuadrimin e tij po vinë edhe pikët dhe kërcimet. Kërcimi 4 i Shorterit, 13 pikë, 4 kërcime, 2 topa të vjedhur nga lojtari kryesor.